Fituesi e Eurovisionit kërkon përjashtimin e Izraelit nga gara vitin e ardhshëm. Artisti austriak që triumfoi në Eurovision këtë vit në Basel ka ndezur debat pas thirrjes publike për përjashtimin e Izraelit nga edicioni i ardhshëm i festivalit i cili do të mbahet në Vjenë. Në një intervistë për mediat ndërkombëtare, ai u shpreh i zgënjur nga fakti që Izraeli lejohet ende të marrë pjesë në një konkurs që pretendon të jetë politikisht neutral. Do të doja që Eurovisioni në Vjenë të mbahej pa praninë e Izraelit, ka thënë ai për El Pais. Kritikat e tij vinë në një kohë kur Unioni Evropian i transmetimeve EBU përballet me presionëritje pasi disa vende përfshirë Belgjikën, Spanjën dhe Gjermaninë po kërkojnë më shumë transparencë lidhur me mënyrën e votimit në garë, veçanërisht në raport me përfshirjen e Izraelit në një periudhë të tensionuar politike dhe humanitare. Këngëtari vuri gjithashtu në pikpyetje ndershmërinë e sistemit votimit, duke cilësuar si jo transparent dhe duke bërë thirrje për reforma që do të jepnin më shumë besueshmëri garës. Në sfond të kësaj kritike qëndron një debat më i gjerë që ka përfshirë audiencën dhe institucionet mediatike në Europë që ndajnë të njëjtin shqetësim. A mund të jetë vërtet Eurovision apolitik kur në sken lejohet një shtet i akuzuar për krime të rënda ndaj civilëve? Tani me Vjenën si mikpritse të Eurovisionit 2026, syt janë nga EBU, që do të dëgjojë zërat kritik apo do të vazhdoj në rrugën e saj pa ndryshime.